Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja dhe bekimi dhe lavdata Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi edhe sot në takimin e radhës vëllezëruar me ligjëratat e radhës, duke u përpjekur që ta njohim Allahun xhallahu ala sa më drejt dhe sa më mirë. Ta njohim Allahun e madh, një njohje e cila e ushqen zemrën me dashuri ndaj tij, një njohje e cila na bën më të përkushtuar, më të nënshtruar dhe më të gatshëm për t'u bindur urdhnave dhe kërkesave të tij. Kërkojmë një njohje e cila e ushqen zemrën me frikë, respekt ndaj Allahut azza wa jall dhe i jep një ngjyrim tjetër jetës tonë, pikërisht asnjë ngjyrimi çfarë e ka kërkuar Allahu xhallahu ala për neve dhe për hir të të cilët ngjyrim na e ka dhëruar këtë jetë. Dhe kemi përmendur vazhdimisht se të gjitha këto që i përmend dhe shumë të tjera nuk mund të arrihen ndryshe përveç se nëse njohim Allahun xhallahu ala. Dhe njohja e Allahut te bareka ve teala nuk mund të bëhet në asnjë mënyrë përveç se nëse këtë e bëjmë përmes fjalëve të Allahut xhalla xhelaluhu dhe fjalëve dhe porosive të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kemi marrë në takimet e kaluara emra të ndryshëm dhe kemi përmendur se këto emra, edhe pse aludojnë në një qenje të Allahut azza wa jall, në aspekt të aludimit kuptimor, ata mund të aludojnë në kuptime të ndryshme. Prandaj kemi emra që aludojnë në falën e Allahut xhallahu ala, në fuqinë e Allahut, në madhrinë e Allahut e kështu me radhë. Dhe emri që do të flasim sot për të është një emër që është përmendur në Kur'an, është një emër që është përmendur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga ky emër dietarët kanë pasur mundësi që të njohin një realitet të madh që ka të bëjë me Allahun azza wa jall. Dhe gjithashtu ky emër na jep kuptime të shumta dhe të nevojshme, madje të domosdoshme për jetën tonë. Ky emër që do të flas sot për të është një nga emrat e Allahut xhallahu ala, i cili e pastron Allahun nga çdo tmet, e ngrit atë në pozitën që Zoti xhallahu ala meriton dhe na mundson që ta njohim drejt pozicionin tonë si rob përballë Allahut te bareka ve teala. Andaj fjala është për emrin e Allahut El-Ali ose El-A'la. Ky emër i Allahut xhallahu ala ka ardhur thash i përmendur në disa vende në Kur'an dhe ka ardhur i shoqëruar me disa emra të tjerë, që edhe ky shoqërim ja ka disa kuptime të rëndësishme këtij emri. Fjala ose emri i Allahut El-Ali vjen nga një rrënjë në gjuhën arabe, e cila jep disa kuptime të cilat na ndihmojnë pastaj me lejen e Allahut azza wa jall që ta njohim edhe atë që do të flasim për të. Në gjuhën arabe ala ya'lu uluwan ka kuptime të ngritjes, të një epërsie, të një lartësie, të qenurit mbi diç, i ngritur mbi diç e kështu me radhë. Të gjitha këto kuptime i jep rrënja e kësaj fjale nga e cila vije emri Allahut El-Ali ose El-A'la. Ndërsa në Kur'an ky emër thash është përmend në ajete të ndryshme. Është përmend në ajetin më të madh në Kur'an, në ajetul Kursi, ku Allahu xhallahu ala këtë ajet madhështor që është ajeti më i madh në Kur'an me vlera të njohura që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky ajet fillon me emrin Allahu la ilaha illa hu. Kështu fillon dhe përfundon wa huwa al-aliyyul azim. Andaj emri Allahut El-Azim e kemi marr, nëse para këtij është përmend emri Allahut El-Ali. Andaj kjo është një argument se Allahu xhallahu ala ka emrin El-Ali. Gjithashtu edhe në një nga surat që i dërguari sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e ka kënduar, veçanërisht në raste të posaçme, sikur është ditën e Xhumë dhe sikur është në namazin e vitrit dhe në namazin e Bajramit.
surja që i dërguari sallallahu alaihi wasallam zakonisht e ka kënduar është surja Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Edhe këtu është i emërtuar Allahu xhallahu ala me emrin Al-A'la, i cili është i ngjashëm dhe i njëjtë me emrin Al-Ali. Dhe ajetet e tjera që kanë ardhur duke u përfunduar kështu ajetet me wa huwa al-aliyyul kabir, në duke aluduar në emrin Allah xhallahu ala Al-Ali, sura dhe ajetet e tjera që dëshmojnë se Allah xhallahu ala ka emrin Al-Ali dhe Al-A'la. Në pasi që kemi argumentuar dhe sikur që e kemi përmendur, mjafton një argument në Kur'an për të mjaftuar ne se Allah xhallahu ala ka këtë emër. E lëre më kur bëhet fjalë për më tepër se një ajet. Se përket kuptimit të këtij emri në raport me Allahun azza wa xal, e përmenda më herët se në kuptimin gjuhësor, ky emër nënkupton një lloj lartësimi dhe përsie dhe ngritje. Dhe gjithashtu edhe ky kuptim na shërben edhe tek kuptimi i këtij emri në raport me Allahun azza wa xal. Andaj dietarët kanë përmend se emri i Allahut El-Ali nënkupton se Allahu xhallahu ala është më i lartësuari, është i ngrituri. Ai është lart dhe mbi çdo gjë. E pastaj kur e kanë trajtuar këtë lloj lartësie dhe të qenut mbi çdo gjë, atëra secili nga njëra prej dietarëve ka komentuar me koment të posaçëm e dikush i ka bashkuar gjitha këto komente. Prandaj duke mos dëshuar që të zgjatim në komentet e tjera, dietari i njohur Abdulrahman as-Saadi rahimahullah në tefsirin e tij kur e shëron këtë emër, thotë se lartësia e Allahut azza wa xal dhe madhërimi i tij dhe lartësimi i tij nënkupton 3 lloje të lartësimit dhe ngritjes. E para është i thon uluvu dhat, ngritja dhe lartësimi i qenjes. Andaj Allahu xhallahu ala me qenin e tij është mbi krijesat e tij. Sikurse thot Allahu xhallahu ala Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, i gjithëmshirshmi qëndron mbi arshin e tij. Normalisht ne këtu e përdorim rregullin e artë që e kemi në kuptimin të gjitha emrave të Allahu xhallahu ala dhe cilësive të tij. Leysa kamithlihi shay, nuk është i ngjashëm me të askush. Andaj sikur që nuk është i ngjashëm me të askush në të pamërit e tij, as në të dëgjuarit e tij, e as në asgjë tjetër, gjithashtu edhe nuk i gjason ngritja Allahu xhallahu ala dhe qëndrimi i tij mbi arsh nuk i gjason asnjë krijesë dhe asnjë qëndrimi. Prandaj përderisa Allah ja ka pohuar vetes së tij se ai me qenjen e tij qëndron mbi arsh dhe nuk është sikurse pretendojnë disa në çdo vend, me qenjen e tij, atëherë ne ja pohojmë Allah xhallahu ala fillimisht me emrin e tij El-Ali, i ngrituri, i lartësuari, ja pohojmë Allah xhallahu ala lartësimin e tij me qenjen e tij mbi krijesat e tij. Pra arshi Allahut azza wa xal konsiderohet kulmi i krijesave. Nuk ka mbi arshin Allah xhallahu ala asnjë krijesë. Ka sa është nën të është Firdausi, xheneti i Firdausit, nëse kulmi i këtij xheneti dhe kulmi i gjitha krijesave është arshi Allahut azza wa xal. Ndërsa mbi arsh është Allahu te bareke ve taala. Dhe këtë arsh e mbajnë me lajket e Allahu xhallahu ala, sikurse i ka përmendur Allahu xhallahu ala në Kur'an. Dhe numri i këtyre me lajkeve është 4, sikurse ka në hadith, dhe nga pesha e rënd që do të pëson ky arsh ditë e gjykimit, këto me lajke bëhen në 8, sikurse e ka përmendur Allahu xhallahu ala në surën Muddathir, se arshin e Allahut atë ditë e mbajnë 8 me lajke. Prandaj argument të shumta, sikurse do t'i sqarojmë, flasin se Allahu xhallahu ala me qenjen e tij qëndron mbi arshin e tij. Dhe ky është një kuptim i emrit të Allahut El-Ali, ai i cili është i ngritur, i lartësuar me qenjen e tij. Dhe qenja e tij është e lartësuar dhe e ngritur mbi arshin e tij, sikurse thash ja ka pohuar këtë Zoti xhallahu ala vetes së tij në Kur'an dhe ja ka pohuar këtë i dërguari sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe. Lartësimi i dytë që e jep emri Allahut El-Ali është lartësim pozite. Andaj sikur që është Allahu xhallahu ala i ngritur dhe i lartë me qenjen e tij, gjithashtu është i ngritur dhe i lartë me pozitën e tij. Andaj me pozitë dhe me nder nuk ka askush më i lartë dhe më i lartësuar se Allahu te bareke ve taala. Ai është më i lartësuari në çdo aspekt.
me pozitën e tij dhe me të gjitha ato që i japin Allahu xhallahu ala këtë merit që të jetë më i ngritur dhe më i lartë nga krijesat e tij. Dhe kuptimi i tretë është uluwu sifat, ngritja dhe lartësim i emrave të Allahu xhallahu ala dhe i cilësive të tij. Sikurse thot Allahu xhallahu ala në Kur'an, "Walahul mathalul a'la." Këto mathalul a'la, këtë pjesë të ajetit, dietarët janë munduar me komentu në mënyra të ndryshme, duke munduar që të japin kuptimin e duhur këtij ajeti. Mirë po, për mos të fut në ato sqarimet e detajzuara të dietarëve, nga se nuk është kjo tema jon, një sqarim i përgjithshëm i këtij ajeti ku Allahu thotë walahul mathalul a'la, atij takon shembulli më i lartë në kuptimin e emrave dhe cilësive të tij. Andaj çdo cilësi që Allahu xhallahu ala e ka, ajo është më e larta, edhe në kuptim të pastrimit nga çdo emet, edhe në kuptim të çdo gjëje që lavdrohet Allahu xhallahu ala me të. Prandaj, për shembull, nëse dikush cilësohet me bujari apo cilësohet me mirësi apo cilësohet me maturim, me çka do qoftë, në të gjitha ato që është cilësuar Allahu xhallahu ala në Kur'an apo në hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Allahu është më i lartë me cilësitë e tij dhe me emrat e tij. Askush nuk është më i lartë se Allahu me emrat e tij dhe askush nuk është më i lartë se Allahu xhallahu ala me cilësitë e tij. Andaj lartësimi i Allahut azza wa jall që e kuptojmë përmes emrit të Allahut El Ali, thash nën kupton këto tri lloje të ngritjes dhe lartësimit. Lartësim të qenjes, lartësim të pozitës dhe lartësim të emrave dhe cilësive. Dhe sa të përmendet, do të thotë emri Allahut El Ali, sikurse përmendet në ajetul Kursi, nën kupton të ngriturit dhe të lartësuarit e Allahu xhallahu ala me të gjitha këto tri kuptime që i ka dhënë dietari i njohur Saadi rahimahullah. Edhe pse thash dietarët e tjerë pastaj dikush i është qasur njërit nga këto tri kuptime duke u zgjeruar në sqarimin e emrit të Allahut El Ali në aspektin e lartësimit qendror. E disa në aspektin e lartësimit të Allahu xhallahu ala të pozitës dhe disa në lartësimin e Allahu xhallahu ala në aspektin e emrave dhe cilësive të tij. Cili do të jetë qartësimi, të gjitha këto pastaj bashkohen në këto tri kuptime që i përmenda më herët. Andaj të pohuarit e lartësimit të Allahu xhallahu ala në këto tri rrafshe dhe në këto tri kuptime, të lartësuarit Allahu xhallahu ala në këto trija, në jep kuptimin e emrit të Allahu xhallahu ala El Ali, i cili është i pastër nga çdo emet dhe i ngritur xhalla xhelaluhu dhe i lartësuar edhe me qenën e tij dhe me pozitën e tij, por madje edhe me cilësitë e tij të plota, është i lartësuar Allahu xhallahu ala se nuk ka asnjë të mangët dhe nuk ka asnjë mangësi dhe nuk ka asnjë njoll në asgjë prej këto që na ja kemi pohuar Allahu xhallahu ala nga lartësia. Andaj mundën dikush nga krijesat të jetë i lartë në diç, në pozitë, apo por jo dhe të jetë i lartë për shembull në cilësitë e tij të tjera. Mund të jetë dikush i lartë për shembull në një cilësi, por jo dhe të jetë me qenë e tij lart mbi gjithë, ka është i barabartë me të gjithë. Nëse Allahu xhallahu ala është i lartësuar në të gjitha këto që e bëjnë të dallon nga të gjitha krijesat e tjera, sikurse ka thënë ai për veten e tij, lejse kemithlihi shay, nuk është i ngjashëm me të askush. Dhe padyshim se një kuptim i këtill i emrit të Allahut El Ali dhe njohja e Allahu xhallahu ala vëndëruar përmes emrit të Allahut El Ali e ushqen këtë zemër tonë me madhrim të Allahu xhallahu ala. Dhe pikërisht për shkak të këtij kuptimi zakonisht ka ardhur ky emër i shoqëruar, sikur do ta përmendim me emra që e ushqejnë zemrën me madhrim të Allahu xhallahu ala. El Aliyul Azim, sikur se kemi mësuar El Azim, shikoj edhe El Ali i ndihmon El Azim që ta ushqen këtë zemër tonë me madhrimin e Allahu xhallahu ala dhe lartësimin e tij nga çdo fjalë, shprehje apo njoll që dikush i ka vesh Allahu te bareka ve taala. Ky emër me këto kuptime padyshim se ka çfarë të bën jetën tonë. Ka çfarë të ndryshon jetën tonë. Për gjërave të shumta të ndryshme që neve na duhet që të përmirëson ky emër në jetën tonë të përditshme.
Para se të filloj me ndikimin praktik të këtij emri të mëdhenshëm, një sqarim gjithashtu për atë që përmenda më herët, për lartësimin e Allahu xhallahu ala me qenin e tij. Do thotë Allahu te bareke ve teala ka përmendur në Kur'an se ai qëndron mbi arshin e tij. Dhe kjo me gjithë qartësinë që e ka, do thotë kjo e vërtet kuranore. Kjo e vërtet kuranore. Dhe kjo e vërtet e cila është përmend hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me gjithë qartësinë që e ka, me gjithë kullueshmërinë dhe çiltërsinë që e ka në argumentim dhe në kuptim. Me gjitha këto nuk është pranuar nga të gjithë ata që thirren në emër të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ka shumë nga ata të cilët do të thotë i japin kuptim tjetër të gjitha atyre ajeteve që flasin për lartësimin e Allahu xhallahu ala me qenin e tij mbi krijesat e tij, duke i pohuar atij diçka tjetër që ai nuk ja ka pohuar vetes së tij. Andaj pretendohet dhe thuhet se Allahu është në çdo vend, është çdo kund me qenin e tij. Dhe padyshim se kjo është një lloj keq kuptimi dhe keq interpretimi i shumë ajeteve të Kuranit dhe gjithashtu i haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe është thyrje e konsenzusit dhe e ixhmas që kanë pas sahabët, tabiinët dhe selefin përgjithësi. Dhe rrallë ndodh që të ketë lloj-llojshmëri argumentimesh në Kur'an për një çështje sikur se ka për këtë. Nga se në Kur'an për shembull kur përmendet një e vërtet e caktuar, ajo përmendet me një ajet ose me dy ajete kështu me radhë. Mirë po të pohuarit se Allahu qëndron mbi arsh, jo që ka arë me shumë ajete, po edhe ka arë me lloj-lloj ajete. Prandaj dietarët i kanë marrë dhe i kanë përmbledhur të gjitha argument që flasin për qëndrimin e Allahut mbi arsh. Dhe pastaj i kanë klasifikuar në lloje këto ajete. Aq të shumta që janë. E mos flasin për hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kemi përmend edhe më herët se dikush mund të mendon se çka është kaq e rëndësishme, do të thotë që të thellohemi në këto debate ose në këto mos pajtime se ku qëndron Allahu xhalla xhelaluhu. Kjo ka fillimisht rëndësi të madhe për shkak se Allahu ja ka pohuar vetes së tij. Mos më qenë me rëndësi s'na ka shkallzuar Allahu xhalla wal këtë çështje fare. Gjithashtu në hadithin e Muawiya ibn Hakim as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu, i cili ka ardhur në xhami dhe ka bërë disa gabime në namaz që kanë shkaktuar një lloj hutije edhe në mes xhamatit ku është falaj. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka marrë me mësu pas namazit, me tregu disa rregullat namazit, një ndër to se nuk bën me fol kur je namaz. Atëra ai kur e ka pa butësinë dhe kur e ka pa mirësinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se sa bukur po e mëson dhe nuk po e qartan dhe nuk po e kritikan, por po e mëson, ka thonë nuk kom pa mësues më të mirë se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo ka bërë që pastaj këtë fillon të lëshohet edhe në sqarimin e disa problemeve tjera që i ka. Dhe ka thënë, oj dërguari i Allahut, unë e kam një çobanesh, një vajzë që i ruan delet e mia te Uhudi. Dhe një ditë nga pakutësia e saj ujë ku e ka ngrënë një dele. Dhe nga mërzia dhe nga ajo që më ka ploj ja kam dhënë flakaresh. Tash po ndina keq për këtë punë. Çfarë të bëj? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma thira çobaneshën. E ka thira atë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ein Allah?" Ku është Allahu? Ka thonë fis sama, është në qiell. Ka thonë kush jam unë? Ka thonë ti i dërguari i Allahut. Ka thonë liraje kët dhe mos e ngarko me punë më se kjo besimtare. Andaj vetë pyetja që ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me kuptues se kjo ka një rëndësi. Por pse na nuk e njohim këtë rëndësi ose se kuptojmë këtë rëndësi, kjo diçka tjetër. Por fakti që i dërguari sallallahu alajhi wasallam i ka testuar këtë aspekt disa për njerëzve, ja më kuptues se kjo është e rëndësishme. Dhe mjafton ajo që Allah e ka përmendur në Kur'an në shumë ajete se i gjithëmshirshëm qëndron mbi arsh. Prandaj Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, i gjithëmshirshëm i cili qëndron mbi arshin e tij. Allahu nuk ka nevojë për arsh dhe pohimi i arshit nuk është se ai ka nevojë për të. Dhe gjithashtu të gjitha komentet tjera që e zbejnë madhrimin e Allahu xhallahu ala, e zbejnë lartësimin e tij, janë komente që bien kundërshtim me atë që ka dashur Allahu xhallahu ala më na tregu kur e ka pohuar këtë të vërtetë.
por ne ja pohojmë Allahut atë që aja ka pohuar vetes së tij. Dhe ky pojim për neve ka një kuptim të madh. Tash e para pohojmë atë që ka pohuar Allahu për te në Kur'an dhe atë që ka pohuar për te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo e para. E dyta, na nuk e dim larg asaj dhe sipas kuptimeve dhe rregullave të ehli sunetit këtë drejtim është se çdo tendencë për të kuptuar formën e një cilësie, mos flas për qenë Allah xhallahu ala, është devijim. Çdo tentativë për ta formsuar Allah xhallahu ala është devijim. Na nuk guxojmë të thellojmë këto mendime, larg asaj. Mirë po. Në anën tjetër, të besuarit se Allah është gjithkund, apo dallon nga të besuarit se Allah është mbiarsh. Se kjo jep kuptim më tepër, më të fuqishëm adhurimin te Allah xhallahu ala, kur e din se Allah xhallahu ala do thotë është një qenie, nuk e dim formën, nuk e dim që është shumë i lartësuar, e dim që është shumë i madhruar, e dim që është shumë i madh, por megjithatë Allahu te bareka qëndron mbi arshën e tij. Kjo jep një lloj kuptimi tjetër adhurimit. Për këtë arsye edhe një nga nxënësit e njohur të njërit prej udhëhecëve të mëdhej të Mu'tazileve, e ka pas Amn el-Jubai, ka qenë dietar i njohur prej Mu'tazileve. Dhe nxënësi i tij një ditë e ka polemizuar për këtë çështje, se Mu'tazilat, sikur të disa nga grupet e tjera, pretendojnë se Allah është në çdo vend, gjithkund është. Dhe të pretenduarit se Allah është mbi arsh është i ke bëu Allahu të vend. Pse ata bëjnë kurzime njerëzore? Pse? Se nëse unë e rri këtu, unë kom zonë vend. Po ti pse e krahason qëndrimin e Allah xhallahu ala me qëndrimin ton? Sigurisht nuk e krahason asnjë emër dhe asnjë cilësi të Allahut me cilësinë tënde, edhe këtë cilësi mos e krahason me tonën dhe kalon nga keqkuptimi dhe hutia. I ka thonë nxënësi hoxhës, i ka thonë. Unë kam një pyetje. Ai nxënësi ka pas emrin El Hamedani. I ka thonë kam një pyetje mas ton këtij sharrime që ti e bëne. Kam kur bjen ti në sejdë, më tregom sinqerisht. Apo çfarë thua? Thua subhana rabbiyal a'la. Apo i pastër qoftë Allahu Zoti jam, i lartësuar dhe i ngrituri. Thot kur ti apo në Allah këtë lartësim, tregom sinqerisht zemrën e ka drejtohet. Ka on ka qielli, ka on po çka është ajo që ti nuk po do më kallëzuar. Andaj ai ka filluar me thon hayyarani Hamedani, hayyarani ma hutaj. Se kum prit kësë lloj pyetje kur pi askujt, më hutoj Hamedani apo. Nga se normalisht njeriu kur nuk e pa një të vërtetë kuranore, sikur se ka kërkuar Allahu xhallahu ala, mund të befasohet me gjëra që si ka paramendu. Dhe ato ta vendojnë siklet. Ndërsa nëse na pohojmë se Allah është mbi arsh, por se kemi para pa shumë gjëra nuk i dim na, apo nuk befasohemi kurrë. Pse? Pse gjithë ato sqarohen lejse kemi thlihi shay. Nuk është i ngjashëm me ta askush dhe i rahat. Nëse don një të vërtetë kuranore apo një hadith pejgamberit sa njëri me komentu pa baza nga Kurani dhe Suneti, mund të befasohet gjithmonë me kësaj lloj pyetjesh ose me gjëra tjera që nuk i ka paramenduar ato se mund të jenë edhe ato që e kontestojnë vërtetësinë e qëndrimit të tij. Për këtë arsye ka thënë Imam Ahmedi rahimullah, fal me sunet, edhe nëse nuk e kupton. Qase gjithmonë kimë qenë në vi. Nëse fol me atë që e kupton, duke kundërshtuar sunetin, gjithë kimë rënë kundërshtim. Se ti nuk din çka ndodh nesër. Sot thon pas kuptimit tënd, apo? Edhe pse ky kuptim mund të rënon një të vërtetë fetare islame, të bazuar në Kur'an dhe Sunet. Nesër shfaqet një realitet tjetër, bën zhvillime të tjera, ndryshojnë pozicione, detyrohesh me ndryshuar qëndrimin dhe mendimin. Pse? Pse nuk është i përshtatshëm për çdo kohë dhe çdo vend. Do të thuaj që ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikurse kemi përmend për shembull, në shumë raste. Çështja e disa haditheve që njerëzit për shkak të vonimit të shkencës s'kan pas mundësi me e pohu atë vërtet të hadithit. O vonu shkenca. Jo dini shumë çështje shkenca është e vonuar. Do gjëra i ka zbulu mas 1000 vjetë, do mas 1200 vjetë, do sa Allahu ka zbulu. Apo, nëse Kurani ka shëruar më herët dhe hadithi ka shëruar më herët. Dhe tash për shkak se u vonu shkenca, edhe ata janë vonuar në pohim. Është vonu diçka edhe ata janë vonuar në konfirmim. E për gjatë kësaj periudhë të vonimit e kanë mbush atë boshllëk, atë hapësirë me mendjen e vet. Sikur se ka ndodhur me çështjen e përmend çështën e mizës, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur të bie miza në ushqimin e ndokujt për juve, le ta zhyjë të tërën, pastaj ta nxjerr.
nga se në njërin krah të saj është smundja, ndërsa në tjetrën është ilaçi. Ai s'ka mund me kuptu këtë qysh një pejgamber sallallahu alaihi wasallam në shkretir pa asnjë mjet të eksperimentimit ka mundësi këtë me ditë. Zoti na i skar për këtë punë. Dhe ka thënë kjo ka të bëjë me çështën e dunjas ku pejgamberi sa mund me gabu optën. Para në do të thotë mendja e tyre i ka bërë që edhe me shpallë si domthon një jo të vërtet, po një poem të gabuar që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë aspekt, nga sa ai s'ka qenë pejgamberi i shkencës. E pastaj kur u zbulu më tepër se 50 vende të botës është zbulu se me të vërtet ajo që i ka thënë pejgamberi është e vërtet, çfarë ka ndodhur pastaj? Tash çka më bën me ato mendime, me ato pohime se ka qenë gabim, ka qenë për dunjë, çka më me këto? A nuk është turp me e pohuni të vërtet nga dera e ndokujt tjetër, duke qenë kjo derë e hapur nga shariati yt? Po haja nga feja jote më së pari. Prandaj thuaj çka ka thënë Allahu, thuaj çka ka thënë pejgamberi, nuk të huton kurkush, as nuk të hamend kurkush, as nuk të bredh askush, as nuk kërkoj me ndru mendime, as çndrime, as kurrë. Thuaj ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Je i qartë dhe i sigurt pastaj pe shumë gjërave që mund me fut në kontradikta. Andaj edhe për shumë gjëra që i bëjnë dobi kësaj shoqërie, sa kanë provu njerëzit, sisteme të ndryshme, e ideologji të ndryshme, e gjëra të ndryshme duke u bart, dhe kanë luftuar mishë shpirt për një punë, sa mallkojnë ato ditë që kanë qenë përpara, apo nuk dihet sa kanë ardhur edhe imponojnë se kjo është versioni më i mirë për njerëzimin. Dhe kjo është sistemi më i sofistikuar për shoqërinë e kësaj kohe këtu më radh. Ndoshta ka marrë një kohë që kanë me mallku këtë sistem, sikur se kanë mallkuar më hershmet. Njëjtë, se përpara ka thonë s'ka më i mirë, ky është më i miri, kush e kundërshton kët, është i prapambetur, skupton e kështu me radh, madje kanë burgosur dhe kanë vrarë në emër të vlerave të atij sistemi, dhe tash ata vetë janë që e mallkojnë dhe gjithashtu e kanë shpallë të rënuar, pa vlefshëm, pa përshtatshëm e kështu me radh. Dhe gjithmonë kanë me bredh që ashtu përderisa nuk i përmban asaj që ka thënë Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga se Allahu ka thënë ela ya'lamu man khalaq, a nuk dina që ka krijuar, ai duhet më mësuj çka bën për njerëzit ata. Prandaj edhe kjo që ka bënë me qendrimin e Allahut mbi arsh, ne e pohojmë, apo edhe pse ndoshta logjikisht me arsyen ton nuk mund ta perceptojmë dhe kuptojmë, nga se wala yuhituna bi shay'in min ilmi, s'kena mundsi na me përtheku dijen e Allahu xhallahu ala, veç dijen s'kena mundsi me përtheku. E lërëm ta përthekojmë qenin e Allah xhallahu ala, ka mundsi? A ka mundsi një njeri apo me kuptu këtë çka din Allah xhallahu ala? Na smunëm, Allahu thot: "Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila." Këtë çka keni pe dijes, këtë bashkë njerëzim më u bë, këtë ajo që i është dhënë juve nga dia është këtë pak. Nuk kena mundsi me kuptu dijen e Allahut. E ku janë të tjera që i ka Allah xhallahu ala me kuptu, e kur qeni ati? Në pohoja që ka pohu për vetë ti dhe thuj sikur se i takon atij. Nëse ai ka pohuar këtë për veten e tij. E dyta që duhet ta kuptojmë nga emri Allahu el-Ali dhe ndëruar është se përderisa Allahu xhallahu është i lartësuar dhe i ngritur me të gjitha ato kuptime që i ka merret, kjo nuk kupton se nëse Zoti është i lartësuar, nëse Zoti është i ngritur, apo e pozicioni i robit përballë të lartësuarit, si duhet të qenë i përulur dhe i nënçmuar. Kjo është. Nga se s'mund me qenë në dy pozicione të njëjta. Ai i lartësuar, na të lartësuar, s'bën kështu. Ai është i lartësuari, ai është i ngrituri, apo fillimisht ai është i lartësuar me qenin e tij. E ti çka bën me qenin tënde? Ti aty i përulesh. Përulje që nuk ja bën askujt tjetër, nga sa as kursor i lartësuar si Allahu xhallahu ala. Pra sa njerëz për shembull i përulen të tjerëve për ule që nuk ja bojnë Allahu xhallahu ala për ule. Që nuk kupton se ata i lartësojnë të tjerët më shumë se Allahu xhallahu ala. Prandaj, sa më tepër e lartëson Allahu azza wa jall, aq më i për ule për atij. Nga se lartësimi Allahu xhallahu ala të obligon të kesh pozicion të nënçmimit dhe për ulës dhe nështrimit për Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe kjo për ule për Allahu xhallahu ala dallon nga çdo për ule tjetër, nga se është e shoqëruar me dashuri. Për këtë arsye, thot Ibn Qayyim rahimahullah, se adhurimi i Allahu xhallahu xhelaluhu ndërtohet mbi dy shtylla pa të cilat nuk qëndron. Cilat janë ato dy shtylla? Ka thonë kulmi i dashurisë, apo mi atë dashurit Allahut, s'ka dashuri tjetër. Ajo është kulmi. Apo
Dashuria ndaj Allahut xhallahu ala është kulmi i çdo dashurie në këtë botë. Dhe kjo është një shtyllë e adhurimit. Dhe e dyta është kulmi i nënshtrimit. Apo askujt nuk i nënshtrohemi sikur Allahut. Askujt nuk i porulemi si Allahut. Pse? Nga se asken nuk e lartësojmë si Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe dini shumë mirë dhe nderuar se lëvizjet fizike të njeriut apo në adhurimin e Allahu xhallahu ala janë të ndryshme. Mirë po është një lëvizje, një pozicion që është kulmi i afrimit tek Allahu xhallahu ala. Edhe pse realisht apo je më poshtë, por në aspekt tjetër je më afër Allahu xhallahu ala. Cili është ai pozicion? Është pozicioni i sejdës. Kjo është kulmi i nënshtrimit ndaj Allahu xhallahu ala. Andaj toka jote prek më poshtë se toka s'ka. Koka jote prek me diçka që është më poshtë. A ka për ty më poshtë se toka? S'ka asgjë. Kjo është më poshtë. Ato që ki më të lartën e vendos më poshtë për atë që është më i lartë për ty. Që kjo është sejdja. Ato që ki më të lartën e vendos më të poshtën për ato që është më i lartë për ty. Dhe kjo është kulmi i kënaqësisë për ty dhe i lidhjes me Allahun xhallahu ala. Për këtë arsye, në hadithin e Thaubanit që transmeton Buhariu dhe Muslimi, ka ardhur ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë dërguari i Allahut, tregon për punën më të mirë. I dërguari alaihi sallam nuk është përgjigj njëra. Ka thënë dërguari i Allahut, më tregon për punën më të mirë. Ka thonë Thauban nuk më është përgjigjur një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kam thonë, o i dërguari i Allahut, më mëso për punën më të mirë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpeshtoj sejdët nga se çdo sejdë që ti e bën për Allahun, Allahu ta ngrit në drejtë. Don ti sa më i porul ndaj Zotit, aq më tepër të ngrit. Sa më tepër e mon kokën ngritur, aq më tepër të porul, të nënçmon. Andaj porulja vullnetare ndaj Allahut shkakton ngritje. Ndërsa ngritja e dhunshme shkakton porulje të dhunshme. Apo? Kjo është një me një. Ti në mënyrë vullnetare i porulesh, apo edhe ai ngrit ty. Ti nuk don më u porul në mënyrë vullnetare, e ai të porule pse ti s'don. I nënçmon njerëzit. Andaj sa njerëz subhanallah, wallahi, kanë refuzuar Allahut me i bë sejdë. I ka poshnuar Allahu xhallahu ala me i bë sejdë të tjerëve që janë shumë më të nënçmuar dhe më të përbusa ata vetë, e mos flasim në raport me Allahun xhallahu ala. I ka nënçmuar Allahu xhallahu ala duke i bë sejdë ndoshta grave, apo duke u poshnuar me zinaz dhe amoralitetit. I ka poshnuar Allahu xhallahu ala duke i bë sejdë pasurisë, apo dhe janë mbohur në keqpërdime të ndryshme. Dhe edhe sot e kësaj dite emrat e tyre janë të lidhur me këto keqpërdime të njëllosura. I ka nënçmuar Allahu xhallahu ala. Të tjerët kanë refuzuar Allahut me bë sejdë, i kanë bë sejdë karrikave dhe pozitave. I kanë nënçmuar Allahu xhallahu ala edhe kur e kanë fituar pozitë, s'kan qenë të ngritur në zemrat e njerëzve, kanë qenë të porulët nënçmuar ata. Nëse ngritja është te ai që është i ngritur, ai jep ngritjen, jo dikush tjetër. Nga se i ngriturit ngrit, sikur që i diturit mëson. A ka mundsi i paditur me të jap dituri? Është pamundshme. I varfër me të pasuruar mundet, nuk ka mundsi, nuk është e mundshme. I dobti me të forcu, s'është e mundshme. Prandaj edhe këtu, a është Allahu el Ali? A është ai ngritur dhe i lartë po? Po ai ngritet dhe lartëson. E rruga e ngritjes është sejdja. Prandaj ndëruar, sejdja ka kuptime të mëdha. Ka kuptime të mëdha, për këtë arsye disa njerëz e kanë kuptuar si duhet këtë sejdë dhe kanë qenë në gjendje pasurinë e dunjas që kanë me dhon që të kënaqen me këtë sejdë, që mos ta privojnë vetë e tyre nga kjo sejdë. Përmendet për një nga njerëzit e pasur shumë të kësaj kohe. Nga njerëzit e pasur të kësaj kohe. Kur them të pasur, do thot miliarder, i cili është sprovuar me smundjen e nyjeve në gjunjë. Do nyje që bëjnë lëvizjen e gjujve, apo ka pas problem. Do të nuk ka pas mundësi me i thy gjunjt. Dhe kjo i ka pamundsu me u fal në mënyrë normale. Është fal në karrik. Dhe përderisa është fal në karrik, s'ka pas mundësi me vendos ballin tokë në sejdë. Dhe në një nga spitalet e njohura botnore i kanë ofruar që t'i vendosin nyje artificiale, që mundsojnë lëvizjen, thyrjen e gjunit. Por kjo kushton shumë shtrejt, ekstrem shtrejt. Dhe ai në këtë gjendje s'ka pas dhimbje.
Ka ec, ka punu, veç ka mujt me i thy gujt me ron sejdë. Dhe ka bo takim që të shkan edhe të bën, do të thotë këtë intervenim kirurgjik për të mundësuar thyrin e gjojve si duhet. Dhe disa për njerëzë në xhami kanë thonë, pajton me caktimin e Allahut, të ka sprovu Allahu azza xal, atë në gjuna ton këtë parë me i dhon për shembull 400-500 euro me i dhon për çdo gjëra, s'ka nevojë, më mirë bën hajër dikun tjetër me këtë parë. Ata kanë menduar se ky po e bën kët për dunja. U ka thënë vallahi, sa i përket dunjas nuk e kisha dhënë asnjë cent për me ndru këtë gjendje. Nga se jam rahat. Mirë po e tëra që po më shtyr me bë këtë punë është se një sejdë për Allahun me e bu me ballën tokë është më e shtresë se këtë pasuria që e kam. Ande dhe 3 fish në kisha dhënë veç miran njerë me ballën tokë. Ti mundesh me i thy gujt edhe shlirë mëra, pa pagu pare, pa kurgjë, të ka mundësu Allah xhallahu ala që pa problem të thy nyjet e gjynjve edhe mëra e lirë shumë në sejdë. Andaj shikoj njerëz sa në gjendje subhanallahu për një sejdë me pagu, mira Allah xhallahu ala sikur se duhet apo. A ndim në këtë begatit Allah xhallahu ala që na ka mundsuar edhe në kuptimin shëndetësor me ron sejdë, po para kësaj edhe në kuptimin imanor, se ka njerëz që skanojnë për nyjet plastikës apo po zemrën e kanë plastikës. Ata zemrën do të mendojmë as pari. Apo se kjo zemër nuk kthehet para Allahut azza xal. Kjo zemër është e ngurtë, është e smut. Prandaj ty Allah xhallahu ta ka hapur një zemër shëndosh alhamdulillah që rrah me rahet e besimit dhe kjo rrahje e besimit than gjojnë dhe trupin ti përulën Allahu te bareke ve taala. Dhe kjo sejdë kaq e madhe, ky akt kaq madhështor i përulës para Allah xhallahu ala, vallahi ka kuptime të mëdha. A dini se njëri mënyra më e mirë, mënyra më efikase, mënyra më e dobishme për t'ju arsyetuar Allahut azza xal për gabimet që i ka bën këtë botë sejdë. Pse? Që një shembull konkret. Në qoftë se gabon namaz, me çka e përmirëson? A ka ruku sahw? A ka? S'ka. A ka qiyam sahw? Nuk ka. Ka sejdë sahw. Ka sejdë e gabimit. Nuk ka rukuja e gabimit. Nuk ka doja e gabimit. A ka pas mundësi të përmirësohet gabimi namaz me dua? Kush gabon në fund të hijatit, thuje këtë dua është kompenzim për gabimin. Ka mundësi të bëhet kjo? A ka pas mundësi të bëhet kompenzimi i gabimit me një ruku të shtuar? Ka pas mundësi? Me një sure të shtuar, kush gabon namaz, para ramës në rukun e fundit, le ta bën një sure të shtuar për shembull. Kul huwallahu ahad knaja është surja e përmirësimit të gabimeve. S'ka kështu. Ka vetë sejdë e përmirësimit të gabimit. Nga se gabimet vetë sejdë i përmirëson. Vështirja për Allahu xhallahu ala është mira më vetëm me i tregu Allahu xhallahu ala se unë po thëna për ty. Prandaj gabimet eventuale që i bëjmë gjatë ditës, gjatë jetës tonë, mangësitë e shumta që i lëmin këtë botë, apo mangësitë tona në raport me falëndrimin ndaj Allahu xhallahu ala, me lavdrimin ndaj Allahu xhallahu ala, me mirënjohjen ndaj tij për begatitë e shumta që na i ka dhënë. Mënyra më efikase për mbulimin e këtyre gabimeve dhe evitimin e pasojave të gabimeve është të thehemi para Allahut me sejdë. Nga se këtë e bëjmë në namaz. Gjithashtu edhe e vlerëruar mënyra më e mirë e mundshme për ta falendëruar Allahun xhalla xhelaluhu për të gjitha të mira që ne ka dhënë gjithashtu sejdëja. Prandaj ka sejdë të shukër thirret, apo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar kur njëri për një begati ose një mirë që vjen, bjen i bën Allahun sejdë falënderimi. Nuk ka ruku të falënderimit. Sepse rukuja është diet ibadet madhështor, por megjithatë është sejdë e falënderimit. Nga se kur prek ballin tokë dhe Allahu xhallahu ala e madhron, atëherë padyshim se kjo është një gjendje e posaçme që Allahu xhallahu ala për këtë e ngrit robën e tij. Prandaj edhe lutja që bëhet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka zbrit surja al-A'la, subhana rabbiyal a'la, ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vendoseni në sejdë juaja. Do thoni sabbih isma rabbikal a'la, kjo është urdhën i Allahut. Kur të zbërthen këtë urdhën, çka thuhet? Subhana rabbiyal a'la. Sa i thot sabbih isma rabbikal a'la. Madhraje dhe pastroje nga çdo tmit Zotin tënd që është i lartësuar. Ti përgjigj kësaj kërkese kuranore duke thënë subhana rabbiyal a'la. Të s'u thosh se sabbih isma rabbikal a'la. S'mund të më përsit urdhën dikujt tjetër me urdhën. Jo. Ky urdhën ty të është dhënë. Dhe këtë urdhën ti po e zbërthan, po i thosh subhana rabbiyal a'la.
Andë thot Ibn Qayyim rahimullah, thot sa madhështore është kombinimi mes gjendjes dhe thënjes. Apo mes gjendjes dhe thënjes. Gjendja cila është pozicioni cila është pozicioni më i përulur i mundshëm, s'ka më poshtë me shku mo. S'on hin më poshtë. Ky është pozicioni më i përulur i mundshëm. Thot ndërsa thuhet shprehja më e lartësuar e mundshme. Subhana rabbiyal a'la. Shiko, ti je në pozicionin më të ulët, ndërsa po e lavdron Zotin tënd me shprehje më të lartë mundshme. A ka kombinim më i mirë se kjo? Kur robi e vendos ballën e tij në tokë vetëm për Zotin xhela xhelaluhu. E kjo është nga kuptimi i tij i emrit el-Ali dhe el-A'la, nga se ai porullet Allahu xhallahu ala dhe i thehet Allahu te bareka ve taala, thyrja që nuk e bën për askën pas për Allahun te bareka ve taala, thyrja që nuk e bën para askujt pas për Allahu xhallahu ala. Dhe gjithashtu kjo thyrje, ky kuptim i emrit Allahut el-Ali, që zbërthimi praktik i këtij kuptimi dhe i këtij ndikimi në jetën tonë është që të bim në sejdë, nuk është vetëm akti i sejdës, edhe pse vet akti thash është madhështor, në përputhje me pohimin që ja bëjmë Allah xhallahu ala, se ai është më i larti e ne jemi më së poshti. Edhe kjo është veç pamja jashtme është e mjaftueshme. E mos themi për atë që thuhet në këtë sejdë. Apo nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu më së afërt i Allahut është kur në sejdë. Më së afërt i Allahut është kur në sejdë. Prandaj duat, lutjet, kërkimfaljet, nevojat tona, kërkesat tona, të gjitha këto thuhen ku? Në sejdë. I dërguari sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar që të bëhet dua në ruku. Apo a bën dua në ruku, me bë dua, e ndaluar është ato. Rukuja është për madhrim të Allahut azza wa jall. Rukuja është për madhrimin e Allahut xhalla xhelaluhu. Ndërsa sejdja është për të bërë lutje. Subhanallahu, sa fjalë janë thënë sejdë njerëzve para Allahut azza wa jall. Sa thyrjet janë bërë para Allahut xhallahu ala në këto sejdë. Apo sa pranimet për gabim, për dështim, për nevojën e Allahut xhallahu ala i kanë pohu njerëzën këto sejdë. Të shumta vallahi, të shumta. Të gjitha këto si reflektim dhe zbërthim e emrit Allahu xhallahu ala el-Ali. I i larti dhe i ngrituri, ndërsa ti si rob je ai që i përgjigjesh kësaj lartësie dhe këtij madhrimi me pozicionin tënd, edhe fizik, duke rënë sejdë, por edhe shpirtëror, duke i përshpëritur lutjet e tuaja në sejdë ato që nuk ja thua askujt. Prandaj ashtu sikur që me pozicionin tënd nuk i drejtohesh askujt me këtë sejdë, njëjtë edhe me ato fjalë që Allahu t'ia thon sejdë, nuk ja thua askujt posa ti japtën. Nuk i ankohesh për ankesa që i bën sejdë askujt posa Allahu xhallahu ala. Nuk ja pranon të metet e tuaja që i ke askujt posa Allahu xhallahu ala që ja bën këtë sejdë. A nuk është akt madhështor? Apo që na ka mësuar emri Allahu xhallahu ala el-Ali. Në kjo thyrje vallahi sa e ushqen besimtarin me iman, sa e ushqen besimtarin me bindje, sa e ngrit tek Allahu te bareke ve taala. Prandaj sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çdo sejdë që ti e bën, Allahu ngrit disa drejtë më lart. Ndikimi i radhës i këtij emri vëndëruar gjithashtu që dua ta pranoj për fund të kësaj pjese të parë është se na përmendëm se Allahu xhallahu ala është i lartë dhe përmendëm se kjo lartësi është lartësi e qenies së tij. Dhe duke qenë ai i lartë me qenien e tij, ne nënshtrohemi dhe përulemi me qenien ton para madhrisë së tij. Ne thehemi para tij, ne përulemi para tij me qenien ton, nëse qenia e tij është e lartësuar, nëse qenia jon përballë tij duhet të jetë nënshtruar dhe e përulur. Mirë po, e përmendëm se edhe lartësimi i Allahut nuk kupton lartësimin e cilësive të tij. Apo lartësimin para kësaj e pozitës Allahu xhallahu ala. Allahu jo vetëm që me qenin e tij është mbi çdo gjë, por dhe pozita e tij, edhe nderimi që duhet t'ia bëjmë duhet të jenë mbi çdo gjë, që dallojnë nga çdo respekt, çdo nderim, çdo pozitë që i japim dokujt tjetër në jetën e kësaj bote. Dhe nga kjo është se edhe fjala e Allahut dhe feja e tij duhen të jenë të kësaj natyre në zemrat tona.
Prandaj nuk është nga lartësimi i Allahu xhallahu ala, nëse themi se Allahu që në arsh, por kur vjen ndonjë urdhër i tij, kur vjen ndonjë kërkesë e tij, kur vjen ndonjë ndalesë e tij, nuk është ajo më e larta në jetën tonë, sikur që e kemi puar se është më e larti. Nga se kjo duhet të kombinohet një në kësaj bote. Në qoftë se ajo është më i larti me qenë e tij, atëherë fjala e tij, edhe kërkesa e tij, edhe çdo gjë që ai e ka zbritur dhe ka kërkuar për neve duhet të jetë më e larta, më primarja para çdo gjë në jetën e kësaj bote. Sa njerëz për shembull nuk kanë problem me apohu Allahu xhallahu ala se që në mjarsh, por ky po nuk do me kon kështu të thjesht. Po mjarsh ndron. Kjo thashë ka një kuptim madhështor. Andaj të pohuarit se Allahu xhallahu ala qëndron mbi arsh me qenë e tij, nën kupton se edhe në arshën e zemrës tënde duhet të qëndron mbi atë arsh shariati i tij atë. Ti nuk mundesh Allahun me qenin e tij me vendos në zemrën tënde, se nuk rën Allahu xhallahu në zemrën e askujt me qenin e tij. Mirë po, edhe kjo zemër e ka një arsh, e ka një fron, që ai udhëheq, apo prej atij froni udhëheqet njeriu nga zemra e tij. Në arshën e zemrës tënde kush është i vendosur? Nëse Allahu qëndron mbi arshën e tij, apo mbi arshën e zemrës tënde, a qëndron feja e tij? A qëndron shariati i tij? A qëndron Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Ky bashkim duhet të bëhet. Ja kemi pohuar Allahu se me qenë e tij është mbi arsh, atëherë ky kuptim le të bën që edhe mbi arshën e zemrave tona të jetë shariati i tij, i cili qëndron mbi çdo gjë, mbi epshin ton, mbi egon ton, mbi interesat ton, mbi kërkesat tona, mbi joshjet tona, mbi çdo gjë, është shariati i Allahut azza wa jall. Andaj sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po ja kanë pohuar Allahu xhallahu ala se qëndron mbi arsh me qenë e tij. Por praktikisht kush më bukur e ka zbërthuar këtë kuptim me zemrat e tyre se ata? Askush afton. Ata kanë bërë që Allahu xhallahu ala po të pohohet se qëndron mbi arsh me qenën e tij. Mirë po edhe mbi zemrat e tyre. Kjo zemër ka një arsh, ka një stacion të kontrollit që kontrollon gjymtyrët, kontrollon gjuhët tona, kontrollon syt ton, vesht ton, e kontrollon tërë qenien ton. E kush është në këtë vend të kontrollit? Kush? Ndoshta ende pushteti i zemrave nuk i është dorëzuar tërësisht atij që e meriton. Ne duhet të punojmë këtë drejtim që edhe pushtetin e zemrave, edhe arshën e zemrave t'ia dorëzojmë Allah xhallahu ala, dhe sikur si kemi thënë Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, surën Taha e kemi pohuar këtë Allah xhallahu ala, t'ia pohojmë edhe praktikisht se edhe mbi arshën e zemrës tonë Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Edhe këtu është ai qëndron shariati i tij, qëndron feja e tij, qëndron kërkesa e tij, nuk ka asgjë mbi atë që Zoti xhallahu ala e ka kërkuar prej neve. Dhe këtë ndikim e bën padyshim e bën thash emri Allahu xhallahu ala el-Ali ose el-A'la, sikur si ja pohuam këtë emër Allahu xhallahu ala më herët. Allahu në lutje Zotit na ushqen zemrat me madhërim ndaj tij dhe lartësim ndaj tij, dhe gjithashtu sikur që Allahu është më i larti, e pohuam ne apo nuk e pohuam, ai është më i larti. Ti gjithashtu edhe më i larti në jetën tonë, në zemrat tona. Me kaq po ju do fundosoj pjesë, po bëjmë një pushim, pastaj vazhdojmë me pjesën e dytë. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.